Në veri të Grykderdhjes së lumit Ishëm ndodhet ish plazhi i Godullës. Pami që afron kjo zonë, e cila ka qenë një plazh i frekuentuar shumë, janë sikur ndodhesh sot në një terren skenash për xhirim me filmash të vjetër western. E konsideruar si një nga zonat me të cilat mund të zhvillohet turizmi, ky plazh thuajse i virgjër gjatë viteve të kaluara ka pasur frekuentim, jo vetëm nga banorët pranë, por dhe nga zonat të tjera të dy rrethëve fqinj, por dhe nga shumë turistë. Kështu kanë bërë me dije banorët në intervista gjatë viteve të kaluara, por tashmë këtë sipërfaqe bregdetare nuk gjen askënd për të folur, pasi është një plazh i bregtisur, dhe tashmë pra një plazh i degraduar, pasi prej shumë vitesh ndodhet në pushtetin e mbetjeve që sjell lumi i Ishpit nga Tirana dhe zonat e tjera përreth. Aksi rrugor që lidh këtë plazh gjatë Sinës së Verës është improvizuar nga peshkatarët dhe ndonjë çoban, ndërsa në dimër mbushet me ujë dhe është vështirë të kalohet për Bregdet. Ndërsa Bregdeti është plot me turine që vijnë nga Tirana nëpërmjet lumit të Ishpit. Vendi nga Kryeministritë ndoshta duhet siguroni fondet e duhura për të ripëruar situatën e rënduar midisore, pasi këtu ka edhe terrene që identifikohen si breze pyjore. Rikthimi i këtij brez plazhi në normalitet do të krijonte rritje ekonomike për zonën, me zhvillimin e turizmit që do sillte nga Grykderdhja e Ishpit deri lart në Patok. Po sikurse shihet, ky Bregdet tërheqës është sot një lëndfill i harruar në zemër të një perle natyrore të Bregdetit shqiptar.